Mulliri po pret shumë mysafir. Gjithë këta bujq nga anë të ndryshme të Kosovës, po i sjellin rendimentet e grurit, këto në pikën grumbulluese të tij, në Em Silosi, në Xërz të Rahovecit. Nga këtu po presin të marrin shumë miell, pas janë të kënaqur me rendimentet e si vjetme. Si vjet i kom dikonja 2 hektar i kom veç të mijet, 7 hektarë në të korë që tash, të më thonë edhe 1 hektar e 3 hektarë i kom për ma vonë. Rendimentet janë të kënaqshme, të më thonë mirën të pagu si vjet, gruni është mirë, edhe i kem kret dhe punune për vete, të më thonë nuk e kem për me shit. Të kënaqur me punën e bujqve janë edhe në kompaninë Em Silosi. Por drejtori ekzekutiv i fabrikës së miellit, Sead Sheu, thotë se nevojat e konsumit në vend janë më të mëdha. Kosova nuk i plotëson 100% nevojave të veta, megjithëse gjatë muajit gusht, korrike dhe gusht ka hiperprodhim të grurit në Kosovë. E vetë bujqit thonë se një përkraje më e madhe institucionale do t'i motivonte që të mbjellat të jenë më të mëdha. Subvencione s'ki kur gja, shumë dëpt. Çka më një mendiru me çato subvencione që në? As noftin jo. Se le mo tjera tis. Sido që të jetë në këtë vend, drithi nuk pranohet, pa u vërtetuar cilësia e tij. Çdo grur që vjen në Em Silosi i ble me po ashtu për këmbim kontrollohet dhe laboratori lejon apo nuk e lejon zbrazjen e atij grurit për proces të matutjeshëm të përpunimit, po ashtu roli i laboratorit është të kontrolloj çdo moment cilësinë e miellit dhe ai plotëson standardet e nevojshme për treg. Në këso situate, edhe cilësia e miellit është e garantuar. Ne janë 2 linja të prodhimit në funksion, me kapacitet përpunimit grurit prej 600 tonëve në 24 orë, thotë çdo gjë është digitalizuar, edhe prodhimi vazhdon sipas planit. Kompania Em Silosi u mundson bujqve këmbimin e grurit me miell, por edhe blerjen.